porta e parë për me ndryshu jetën tonë është më mundu me ndryshu menimin tonë. A kena qatë fuqi i dashur, doktor? A mujna na me i kontrolu menimet tona? Tash po, mundemi, kur flitet për a muj me i kontrolu mendimet tona, tash kjo nuk është një çështje që mund të mos zgjidhet brenda ditës ose brenda natës. Pra, varet çfarë problemi pacienti ka me mendime, janë reaksione psikologjike, janë problemet natyrës psikiatrike apo neurologjike. Ka raste kur për me ndryshu mendimet, mund është me bo dhe psikoterapi. Mirë po ka raste kur disa njerëz në mënyrë spontane, vetvetiw, pra me kalimin, me përjetimin e eksperiencave tjera, mund me ndryshu mendimet. Mirë po ka raste ku duhet edhe terapi medikamentoze për ndryshimin e mendimeve. Pra, duhet më bo një vlerësimi drejt për drejt. Këto është që jo thom pacientave kur shpesh më shkruajnë dhe më thonë ka mendime negative, çka mundet me qenë doktor, nuk munda me ditë pa u bo vlerësimi drejt për drejt pacientit. Sot është një diçka interesante i dashur, doktor. Takojmë njerëz që kena mri me një shkollë alarmuese si pas meje. Njerëz e kanë marrë të drejten me vetë diagnostifiku vetën e vetë. Unë punoj për ditë me njerëzit edhe kur ti e pyet çka ki, thot unë kam ankth. Unë kjo është diagnozë. Kusht ka thonë që ki ankth? Jo, unë e di vetë. Së është e damshme kjo. Çka i bën trunit kur ti e bind që e ki një gjendje, edhe nëse nuk e ki. Tek ne ekziston efekti placebo edhe efekti nocebo. Placebo është kur ti mendon që diçka ka me të bëjë mirë dhe të bën mirë, ndërsa efekti nocebo është krejt e kundërt. Dhe dy efektet, si placebo si efekti nocebo, janë evidence-based medicine ose mjekësi e bazuar në evidencë. Janë fakte shkencore, nuk janë diçka kjo si pseudoshkencë. Dhe në momenti kur një person që unë pivrej veçanërisht të rit, fillon me lexu për shembull informacione të gabuara për ankthin, kjo po çon deri te vetë diagnoza. Dhe problemi i vetë diagnozës dhe po lind tash një problem shumë i madh, është kur pacientat po vetë diagnostikojnë një gjendje që nuk është ankth si ankth. Dhe pejon disa probleme neurologjike që na pi diagnostikojmë me shumë vonesë, për shkak që pacienti e ka diagnostikuar veten me ankth nga interneti, e ka vetë shpall, dhe tash ajo është krijuar ajo stigma e shtetit mendor. Dhe ai nuk ka më paraqit, ka më thonë son kam ankth, nuk mundet me ndihmu asgjë dhe mundet me pasë një problem këtë tjetër.